Përshëndetje, në këtë episod do shpjegoj se çfarë është QuickBooks. Atëherë QuickBooks është një software kontabiliteti zhvilluar nga kompania Intuit. Jep një përshkrim të shkurtër nga një kërkim i shpejt në Google. Ka një faqe interneti që është një QuickBooks që jep informacion mbi ato çfarë ky aplikacion ofron dhe në disa nga paketet që në këtë rast janë në varësi të nevojave të biznesit, është një paketë e thjeshtë, esenciale, plus ose e avancuar dhe ka një tarifë mujore duke përshkruar se çfarë ofron secila nga këto paketa, ku mund të bëni edhe përzgjedhjen e paketes sipas nivojeve të biznesit. Ofron një free trial që është një përdorim për 30 ditë falas për çdo person që dëshiron që ta përdorë këtë paketë dhe unë ju inkurajoj që ta hapni një llogari, ta ndërtoni dhe të shikoni se si është përdorimi konkret i këtij aplikacioni. Gjithashtu mund të merrni edhe një certifikat nëse dëshironi që ta pasqyroni CV-n tuaj duke treguar mbi aftësitë tuaja përdoruese. QuickBooks ka një përdorim shumë të gjerë ndërkombëtar për sa i përket biznesit të mesëm dhe të vogël për pjesën e menaxhimit financiar të tyre, kryesisht është të përdorur nga persona të cilët kanë njohuri mbi ekonominë ose mbi financat ose kanë detyra të tilla në biznesin ku ky program aplikohet. Ka disa agjenci konsulante në Shqipëri që ofrojnë pjesën e trajnimit, përshtatjen e këtij programi me taksat në Shqipëri dhe gjithashtu edhe me gjuhën shqipe. Ka dhe prezencë në tregun shqiptar dhe mendoj që në një të ardhmen jo shumë të afërt do ketë edhe një prezencë më të madhe. Është një program me strukturë ndërkombëtare, shumë i thjeshtë për të përdorur dhe është i krijuar dhe ofron të gjitha shërbimet e nevojshme për një kompani me karakter të mesëm ose të vogël. Atëherë ne mund të logohemi, ku unë tashmë jam loguar, e kam krijuar edhe llogarinë, është një proces shumë i thjeshtë ku kërkon vetëm një adresë emaili dhe nuk ju kërkohet informacion mbi llogarinë tuaj bankare ose mbi kartën tuaj. Tani unë jam loguar, është faqja e kryesore e logimit dhe kam krijuar një kompani që është First Home. Ju mund ta ndryshoni emrin. Ky është dashboardi ku jep një informacion kryesor mbi financat e kompanisë dhe mbi shitje në formë tabelare ose në formë të strukturuar. Dhe në bank transactions tek ky opsion bëhet i mundur konfigurimi i llogarisë tuaj në Intuit Quit me një llogari në bank. Jep listën e disa bankave, mund ta kërkoni dhe me emër. Në qoftë se nuk gjendet, ju mund të kërkoni ndihmë nga agjencitë, të cilët mund t'ju bëjnë të mundur lidhjen me bankat përkatëse, ku transaksionet e kryera nga ky aplikacion mund të pasqyrojnë llogarinë bankare të biznesit. Gjithsesi unë për këtë seancë do bëj vetëm një prezantim teknik të këtij aplikacioni dhe jo një prezantim financiar, do t'ju tregoj mbi pjesën e përdorimit të funksioneve të këtij programi dhe pjesën më thelbësore të aplikacionit të QuickBooks dhe përdorimit të tij për nevoja financiare. Atëherë edhe në transaction kemi një bank transaction që bën të njëjtin funksion, që lidh llogarinë Intuit QuickBooks, llogarinë tuaj me llogarinë e biznesit ose llogarinë bankare. Pastaj shkojmë në sales që janë shitje dhe në overview jep një pasqyrë tabelare ose grafike mbi të dhënat financiare, duke qenë se kam përdorur vetëm për arsye biznes, për arsye shkolle, nuk është se është e populluar me informacion dhe grafiqet janë shumë të thjeshta, por ju mund të krijoni, siç e shikoni, është një quick actions ose veprime të shpejta që mund të krijoni një klient, një produkt, një invoice e me radhë. Ose mund të shkoni tek ikonat, e supozojmë që jemi në invoice dhe mund të krijoni jep edhe një pasqyrim tabelar të faturave, çfarë është depozituar dhe çfarë nuk është depozituar. Supozojmë që do krijojmë një customer, që është një klient. Unë tashmë kam krijuar disa klientë të tillë, të cilët janë në database ku jepet një informacion mbi gjendjen e tyre ose balancën e tyre. Supozojmë që mund të hapim një klient, jepet statusi dhe jepet një historik, një listë të transaksioneve të tyre dhe mund të krijohet edhe një transaksion i ri. Atëherë shkojmë edhe një herë te customers.
E supozojmë që do shtoj një klient të ri, është një regjistrim i thjeshtë ku do jep një emër mbi emër, emrin e kompanisë, numrin e telefonit dhe website-in, adresën, email, adresën fizike të banesës dhe mund të përzgjidhni nëse kjo faturë do shkojë në atë adresë. Mund të lani shënime të ndryshme ose mund të bëni attach dokumenta, gjithashtu mund të përcaktoni pagesat me si do paguaj ky klient, supozojmë që ai dëshiron dhe preferon të paguajë në cash ose përmes credit card. Përcakton gjuhën e cilën dëshiron që kjo faturë të ndërtohet, që në këtë rast është në anglisht dhe janë disa gjuhë përzgjedhëse. Përcaktoni taksat, por mund edhe t'i lani pa përzgjedhje dhe varet nga lloji i klientit dhe nga mënyra e konfigurimit dhe mund ta ruani atë si klient. Në momentin që ju e keni krijuar duke regjistruar të dhënat kryesore, ju shfaqet në tabelë. Gjithashtu që harrova për ta përmendur është edhe një is a sub customer, që do të thotë po ta klikoni këtë, mund të dalin si opsion nëse klienti në fjalë është prind ose është fëmia e një klienti ekzistues dhe mund ta përzgjidhni në qoftë se kanë këtë lloj marrëdhënie financiare, në këtë lloj marrëdhënie familjare. Okej. Kryoj një faturë. Invoice është një faturë mbi një shërbim që një kompani krijon ndaj klientëve të saj, që do të thotë për një shërbim që e ka ofruar, krijon dhe faturë. Unë kam krijuar disa të tilla, do t'rregoj si mund të krijohet. Kjo është një faturë e thjeshtë. Zgjedhim klientin për cilën do faturojmë, që në këtë rast po zgjedh veten time. Dhe në momentin që zgjedh klientin, uploadohen të gjithë informacionet mbi këtë klient, adresat e emailit dhe informacionet mbi adresën e shtëpisë. E supozojmë që ky klient ka një shërbim që e ka kryer me datën 10, është një qira shtëpie, e supozojmë që e kam konfiguruar shërbimin, do t'rregoj edhe si do bëhet konfigurimi i një shërbimi. E supozojmë që është 250.000 lekë, që është qiraja e shtëpisë. Mund të krijoni një mesazh ose informacione të ndryshme dhe këtë faturë do ja dërgoni këtij klienti që do duhet të paguajë këtë shërbim. Mund ta bëni thjesht save ose mund ta bëni save dhe send. Shikoni pak a shumë se si do dali emaili, nëse doni të përditësoni diçka ose nëse doni ta ktheni në shqip, dhe mund ta printoni ose mund t'i bëni save dhe close. Në këtë rast emaili është dërguar dhe po shkoj tani tek adresa ime emailit, unë shikoj që kam marrë nga kjo kompani një faturë, që do të thotë unë kam për të paguar një shumë të caktuar në invoice dhe gjej dhe kokën e emailit dhe përshkrimin që ka ardhur ky email automatikisht. Ky është pak a shumë krijimi i një invoice-i dhe në këtë seancë kisha dëshirë të prezantoja këtë si program dhe në të njëjtën kohë prezantimin e dy funksioneve bazë, siç është klientët dhe ndërtimi i klientëve, do të thënë regjistrimi i klientëve dhe hartimi i invoice-eve.